Përshëndetje miq të Elevate, kemi ardhur sërish në ring këtë herë për 11 vjetorin e kësaj qendre të njohur tregtare. Do të takojmë sërish Antonelën, drejtoreshën e marketingut, e cila do të na tregojë pak më shumë. Përshëndetje Antonela. Përshëndetje. Mirë se ritakohemi këtu në ring, tani më për 11 vjetorin e qendrës. Mirë se erdhët në ditëlindjen e 11 të ring. Ring feston këtë fundjavë 11 vjetorin e saj dhe jemi futur në dekadën e dytë që i ofrojmë klientëve tanë një eksperiencë blerje, argëtimi dhe jo vetëm. Absolutisht, dhe në fakt është shumë interesante dhe dekori që keni zgjedhur këtu me 11 vite. Besoj që njerëzve do t'ju tërheq vëmendjen, ne jemi në fillimin e vendosjes së dekorit gjatë kësaj interviste dhe xhirimi këtu, por për gjatë fundjavës do të ketë besoj shumë interes. Patjetër, sapo kemi filluar përgatitjet e ditëlindjes. Këtu jemi në këndin e dekorit, i cili simbolizon 11 vjetorin, por edhe ratët e logos tonë, unazat e ringut, siç është edhe vetë emri i qendrës. Kam qenë pjesë edhe pse atëherë me jo vetëm Modi, jo me Elevate në hapjen e ringut, ka qenë festa e hapjes apo 1 vjetori? 1 vjetori të ringut. Ka qenë 1 vjetori i ringut, kështu që në këto 10 vite besoj që edhe ringu ka përjetuar një rrugëtim interesant. Patjetër, ringu është rritur, ne jemi rritur, jemi zhvilluar dhe jemi në 11 vjetorin tonë, ku i ofrojmë klientëve një larmishmëri, markash dhe dyqanesh në qendër, aktivitete të ndryshme, shërbime të ndryshme dhe më tepër një eksperiencë unike blerje, ku e gjithë familja mund të kalojë gjithë ditën në ring. Absolutisht, dhe në fakt kur kthehesh mbrapa në kohë këto 11 vjet, po ta mendosh, a janë rritur edhe numri i njerëzve që vinë tani, besoj vinë më shumë adoleshentë edhe me ato që ju ofroni? Patjetër, sigurisht që numri i vizitorëve është rritur me kalimin e viteve, lokacioni strategjik që ka ring në rrethullimin e zogut të zi është një pikë kyçe për të ndërthurur target grupe të ndryshme klientësh. Këtu kemi shumë shkolla, universitete, familje, banesa të reja, të cilat... Tu është një gjimnaz, apo jo? Po, është gjimnazi Qemal Stafa, kemi universitete të ndryshme, se ai arkitekturë, zonja e Këshillit të Mirë, shumë shkolla të ndryshme nëntëvjeçare, por edhe është një zonë zhvillimi banesash, ku të gjithë e kanë ringu si destinacion. Jo vetëm zona, por edhe më tej, sepse vetë afërsia dhe lokacioni i ringut në qendër të Tiranës është shumë i aksesueshëm për të gjithë dhe numri i vizitorëve ka ardhur në rritje çdo vit më tepër. Ju edhe 10 keni bërë një festë për 10 vjetorin, kam përshtypjen. Po, çdo vit ja bëni festë në qendrës. Çdo vit ne kulmojmë me ditëlindjen e ringut. Vjet ka qenë një vit jubile, ai 10 vjetorit, por sigurisht dhe ky vit nuk është më pak i rëndësishëm. Dhe këtë vit kemi organizuar aktivitete të ndryshme, oferta, ulje në dyqane dhe gjithçka vlen për t'u parë. Tani për këto ditët e 11 vjetorit, çfarë do të ketë si aktivitete? Atëherë ne kemi kulmuar ose përqendruar festën në 4 ditë, prej datës 21 deri në 24 maj, që është një fundjavë e gjatë dedikuar klientëve tanë dhe përveç uljeve ekskluzive që klientët do të mund t'i gjenë vetëm në dyqanet e ringut, do të kemi dhe aktivitete të ndryshme. Filloj me eventin e ditëlindjes, që është në datën 22 maj të premte, në orën 18:30, ku i ftuar special do t'jetë këngëtari i mirënjohur Ardian Trebicka. Do t'jetë një event i hapur. Do t'jetë këtu? Po, do t'jetë në hallin e qendrës. Gjithçka do t'jetë organizuar, do t'jetë një event ku ne kemi ftuar bashkëpunëtorë tanë ndër vite, por gjithashtu edhe një event i hapur për klientët, të gjithë dashamirësit mund të gëzojnë dhe të festojnë me neve këto 11 vite. Pastaj edhe të shtunën dhe dielën do të ketë aktivitete për familjarët. Aktivitete për familjarët, për familjet, do ketë dhurata, lojra të ndryshme, kupona etj. Me radhë, kështu që është një fundjavë për mos u humbur. Absolutisht. Dhe besoj që edhe dyqanet që ne do t'i shohim mbas pak, do të ofrojnë uljet e tyre. Patjetër, kanë ulje ekskluzive vetëm për ditët e ditëlindjes, por sigurisht klientët mund zbulojnë dhe koleksionet e reja të verës, sepse starton dhe sezoni i verës që të gjithë e presim, kështu që ka shumë për të zbuluar dhe shumë për të marrë nga ringu. Dhe në fakt edhe unë mezi po pres që të shikojmë ato dyqanet më kryesore, që ne kemi përzgjedhur 4 për këtë tur që do të bëjmë sot. Dhe të shikojmë edhe koleksionet e reja, pse jo? Po, mund të shohim. Dyqanet që ne kemi përzgjedhur është pikërisht Lindexi. Lindexin e kam dëgjuar në fakt edhe nga klientë të tjerë tuajët, si një brand shumë i mirë dhe shumë i preferuar që ndodhet vetëm në ring, apo jo? Tjetër, është një brand që na përfaqëson shumë mirë, gjendet ekskluzivisht në ring
Dhe sikurse edhe qendra, Lindex është pothuajse për 11 vitesh në rinë. Okej. Është një brand skandinav, sikurse thash është unik, po është një brand i dedikuar për femrat dhe për fëmijët. Okej. Pra, për gra dhe për fëmijë, dakor. Ka koleksione shumë unike, dizajne shumë të bukura, por edhe materiale shumë të mira. Të mira, ja, të shkojmë ta shikojmë mirë. Me sa po shoh unë një shumë llojshmëri veshjesh, pra nuk është se gjen vetëm një gjë, ka shumë. Po, ka stile të ndryshme. Shumë veshje dhe ky është një dyqan i madh, shumë hapësirë në fakt. Është i shtrirë në gati 1000 metra katror, ka një sipërfaqe shumë të madhe dhe sigurisht që koleksionet janë nga më të shumta dhe të larmishme. Ka një brand skandinav. Çfarë do thoshe që e diferencon një brand skandinav nga brandet e tjera? Sikurse themi, vetë populli skandinav është një popull shumë fin, kështu që dhe Lindexi është një brand shumë fin, është shumë kualitativ, shumë komod dhe shumë materiale të mira. Minimalist, por që ngjan një veshje shumë e kompletuar dhe shumë e mirë. Pra mund gjen veshje për çdo lloj okazioni këtu? Po, që në përditshmëri paradite është koleksioni Holly, i cili është më i përditshëm, më sportiv, po, dhe më komod. Dhe deri tek koleksionet e tjera që janë më casual, më pasdite, më eventuale. Tani mua më duhet ta them që edhe unë sot fustani që kam veshur e kam pikërisht nga kjo firmë, nga Lindexi, dhe është koleksioni Holly, edhe ky që kam veshur. Është shumë komod, me sa e ndjej unë veshur tani, kështu që do ndrohem dhe në diçka tjetër më vonë, po prap nga Lindexi, por sepse Lindexi ka kaq shumë larmishmëri për një okazion tjetër. Po. Pra, është ky koleksion këtu i përditshmërisë, se pastaj po shoh xhinse atje, më tutje. Po, është pjesa e xhinseve, është pjesa e eventeve, koleksionit eventual. Pra ka dhe për evente janë atje, më tutje. Po, janë ato atje. Kemi pjesën e aksesorëve, që janë çanta, bizhuteri, rripa e tjerë. Ka koleksion të dedikuar të intimove ose të brendshmeve, ku tashmë ka ardhur dhe koleksioni veshjeve të plazhit. Ja, nëse mund të kalojmë ta shikojmë. Dhe pastaj kalojmë në sektorin e fëmijëve, që gjithashtu ka shumë larmishmëri, por është edhe shumë komod. Ja, me sa i shikoj edhe veshjet e plazhit janë këtu, kanë ardhur bashkë me, nuk e dia janë aksesor plazhi këto, jo, janë atje. Atje, po, e shikoj megjithatë tipike ngjyra neutrale, neutrale, fine, të cilat rrinë shumë mirë në trup. Absolutisht. Okej, dhe ndërkohë kalojmë pastaj në shtrirje përgjatë këtij holli, shkojmë edhe tek zona e fëmijëve. Tani këtu vim tek zona e fëmijëve, që në fakt është fare afër edhe me pjesën tjetër të dyqanit, pjesën kryesore. Unë kam një vajzë 8 vjeçe dhe këtu ngelen sytë se është më shbërë zakon që shikoj edhe për veshje për gosën time. Shoh që janë veshje shumë bukura që nga besoj koleksioni i dimrit, pra që është on sale, është pranverës, po që është. Dhe ky riu i pranverës. Pra koleksionet e reja kanë ardhur tashmë. Kanë ardhur, dyqani është full në koleksionet e reja, sepse jemi sikurse thash përpara sezonit veror. Të gjitha veshjet janë të përshtatura si në dizajn dhe në materiale sipas moshës së fëmijëve. Megjithatë dallon tipari skandinav. Ajo që prekon dhe cekon në fillim. E shikoj në ngjyra, e shikoj në përbërjen e materialeve, dhe në fakt diferencojnë edhe nga dyqanet e tjera të fëmijëve, të cilat janë shumë të zhurmshme në ngjyra, do thosha. Janë unike. Kjo është ajo që e diferencon Lindexin. Dhe për më tepër, përgjatë ditëve të ditëlindjes, Lindexi do të ketë gjithçka me 30% ulje për gjatë këtyre ditëve, që është një okazion i mirë për të gjithë ata që e pëlqejnë këtë brand, por sikur se thash edhe të gjitha dyqanet e qendrës do të kenë ulje të dedikuara me rastin e ditëlindjes. Okej, shumë mirë. Do të ketë shumë fëmijë me gjithë ato aktivitetet dhe lojëra që ju do ofroni, kështu që do ndalojnë fëmijët edhe këtu. E shikoj që edhe koleksioni i plazhit për fëmijët është këtu. Në fakt, unë kam vënë re që e kam patur të vështirë që të gjej rroba banjo të mira për vajzat vogla dhe për djem pak më shumë, ndoshta po për vajza jo shumë, kështu që jam është një ndër brendet. Jam e kënaqur që paska këtu. Ka modele nga më të ndryshme dhe janë prerje shumë komode. Preferuar moshave. Çdo prerje është e përshtatur sipas moshave të fëmijëve. Këtu jemi në sektorin deri në 14 vjeç. Okej. Kështu që për fëmijët, ndryshe nga të rriturit, që është dedikuar vetëm për femra, është sektori si për djem edhe për vajza, deri në 14 vjeç. Po, këtu shoh 7-8, edhe shumë bukura.
për radiatim. Okej. Mirë, dhe vazhdon sektori i fëmijëve deri tek bebet. I bebeve dhe sektori i fëmijëve pak më të vegjël deri në 8-9 vjeç. Pra edhe për ata që duan dhurata, patjetër jemi edhe në prag të një qershorit, kështu që të gjitha dhuratat e fëmijëve tashmë keni prej shumë vitesh është Lindeksi, por për ta rikujtuar për klientët tanë që është një opsion shumë i mirë dhuratash, është me rastin e një qershorit, se e kemi shumë afër. Okej. Shumë mirë, dhe tani mund të dalim tashmë nga kjo hyrja tjetër. Tani dyqani tjetër që kemi përzgjedhur për këtë turin sot. Këtu ka shumë, po në fakt ne përzgjedhëm një dyqan tashmë të njohur për këpucët. Primadonna. Edhe pse nuk ka vetëm këpucë, ka edhe veshje dhe aksesor çantë, portofola e tjerë. Është edhe ky një dyqan i dedikuar tërësisht femrave, sikurse dhe emri i dyqanit Primadonna. Me koleksionet Primadonna mund të jesh si një zonjë parë. Është një brand italian, edhe ky ekskluziv në ring, prej pothuajse 10 vitesh. Jemi shumë krenar që e kemi edhe këtë markë, sepse është një markë unike, që klientët mund ta gjejnë vetëm në qendrën tonë, pra në ring, dhe sikurse në çdo dyqan tjetër të ring, tashmë kanë ardhur koleksionet e verës, ka një larmishmëri pafund modelesh, por sigurisht e Primadonna do të ketë ulje të dedikuara vetëm në ditët e ditëlindjes së ringut. Pra për 4 ditë do të ketë 20% ulje në gjithçka. Tani edhe këtë duhet ta theksoj që edhe këpucët që kam veshur janë nga Primadonna, këto të mia gjithashtu. Dhe ne do shikojmë edhe të tjera se çfarë variantesh janë këtu. Pra edhe këtu do të ketë ulje me 30%. Vetëm për ditët e ditëlindjes, ulje të dedikuara në dyqan, gjithçka do të jetë me ulje. Tani çfarë lloj këpucësh mund gjenden këtu, sepse në këtë anën këtu shikoj që janë këpucë më elegante, sandale, a është ky një vend ku vinë edhe përzgjedhin këpucë për evente përgjithsisht? Ky është një brand që ka një larmishmëri koleksionesh. Këtu jemi në sektorin e koleksioneve eventuale, po ta shikojmë, janë modele më fine, janë më eventuale dhe klientët mund të përzgjedhin. Tashmë jemi dhe në prag të festave të maturës, të mbylljes së shkollave, por gjithashtu sezoni veror ka edhe akoma më tepër evente verore, por gjithashtu edhe evente familjare, dasma e tjerë, të cilët klientët mund ta gjejnë shumë mirë veten në këto koleksione, janë tepër unike. Ngjyra klasike. Janë ngjyra klasike që shkojnë me të gjitha, edhe çantat për kafe i shikoj që kombinohen dhe janë në një linjë me këpucët në mënyrë që të bëhet kombinimi i outfitit total. Dhe në fakt shumë elegante janë edhe takat. Po i shoh që janë elegante, fina, pikërisht siç i përshtatet edhe emrit. Nga ana tjetër besoj janë koleksione pak më serioze. Më serioze, por kemi dhe koleksione të përditshme. Këtu kemi koleksione të përditshme verore që janë në formën e rrjetës, që është një nga trendet që ka dalë në modë. Gjithashtu edhe të çantave, po të shikojmë dizajnet janë të kombinuara për të bërë outfitin total. Pastaj kalojmë tek pjesa e sandaleve apo flats që janë të sheshta për përditshmëri, plazhe, mbasdite e tjerë, por edhe për zyra gjithashtu që janë modelet me tak pak më të ullët dhe formale, të gjitha të kombinuara me modelet e çantave. Tani, nëse do ta përshkruanim, ky është një brand i cili mund të arrihet edhe nga shtresa e mesme, edhe e mesme e lartë do ta cilësoja? Primadonna është një brand mesatar, ku ka një kombinim shumë të mirë cilësi-çmim, është i prekshëm nga të gjitha shtresa, edhe mund të ndihen unik me modele unike, sepse Primadonna mund ta gjejmë vetëm në ring, kështu që edhe kjo është e rëndësishme tani, sepse edhe në internet po t'i blesh duket se shpesh herë qëllon që i ke njësoj si dikush tjetër. Dhe kjo na diferencon. Gjatë sezonit të verës, po edhe jo vetëm, sigurisht që këpucët dhe çantat kompletohen edhe me veshje. Këtu është një sektor veshjesh për pasdite në koleksionin veror, për mbrëmjet e plazhit, që është shumë unik edhe shumë elegant, tërheqës.
Ndërkohë që unë po shikoj edhe koleksionin e verës këtu me këto çantat e plazhit. Po. Edhe ja, me Saint-Tropez. Po. Shumë e bukur. Është edhe koleksioni i plazhit, i cili është i dedikuar. Ngjyra shumë të këndshme për verën. Mirë, atëherë, shumë mirë e pam dhe do kemi edhe 2 dyqane tjera që do vizitojmë. Po, sigurisht. Tashmë në katin e parë të qendrës dhe jemi të dyja të veshura ndryshe, vlem për të theksuar. Unë doja të thoja që veshja ime është sërish nga Lindexi, një veshje shumë elegante, por prapë shumë e rehatshme. Unë kam bërë një kombinim vetë në këtë formë. Është një kombinim shumë veror dhe me të gjitha i koleksioneve të reja, por gjithsesi moda dhe fashion në qendra tregtare nuk mund të mungoj kursesi. Megjithatë edhe një stil elegant, por edhe për evente më serioze shkon. Po, është një miksim stilesh në fakt. Vërtet. Ne tani do të ndalojmë këtu në katin e parë tek Ted Baker. Ted Baker është gjithashtu një brand i njohur anglez, britanik, apo jo? Nga vetë emri Ted Baker London. Po, është një brand londinez, anglez, edhe ky gjithashtu është ekskluziv në qendrën tonë. Prej më shumë se 2 vitesh. Dhe është një vlerë i shtuar gjithashtu për qendrën dhe aq më tepër që i orienton klientët specifikisht në ring për të bërë blerje në këtë brand. Ja të futemi ta shikoj. Po. Edhe ky është një miksim i 2 kategorive të femrave dhe të meshkujve. Janë koleksione si elegante, ashtu edhe të përditshme. Të femrave në këtë sektor dhe këtu të meshkujve, të kombinuara gjithashtu me aksesorë, siç janë këpucët, çantat, për ta kompletuar veshjen. Po ta shikojmë dhe këtu janë materiale të jetë verore, linoja shumë cilësore, pambuku, dizajne shumë fine. Pra ka dhe fustane për evente. Po. Shikoja këto ngjyrat e bardha, bluja, pasteli, dominojnë. Këtu kemi të kuqet. Po. Shumë e bukur. Sateni dhe materialet më të plota. Super. Por janë prerje dhe dizajne të jetë unike. Pra nuk i shumë unike, nuk i gjen. Nuk i gjen nëpër Tiranë. Po, Ted Bakery mund ta gjen vetëm në ring. Aktualisht si mund të shikohet edhe nga sektorët, ka ulje të dedikuara në koleksione. Edhe për evente. Po, dhe unik. Dhe do ketë, sikurse nënvizova, ulje në sektor caktuar gjatë këtyre ditëve dhe jo vetëm. Pra edhe Ted Baker do të ketë ulje? Patjetër. Të gjitha dyqanet e ringut, përfshirë edhe Ted Bakerin dhe gjitha ato që përmendëm. Dalëm të shikojmë në qik dhe pjesën e meshkujve, ja këtu pas ka dhe fustane për raste. Po, që janë shumë fine. Po, mbrëmje. Me detaje të veçanta dhe sektori i çantave, që gjithashtu është si i përditshëm, ashtu edhe eventual. Sektori i meshkujve, që edhe këtu gjithashtu shikohen dhe vjen re dizajne unike, identifikuese. Kompjuteri shumë e mirë. Po, për në zyrë, për të gjithë meshkujt, po që kanë një status të caktuar. Po fisa me të në që duhet një çantë për kompjuterin edhe për të, kështu që shumë mirë. Po, është shumë e thjeshtë, e bukur edhe shumë funksionale. Gjithashtu edhe këtu ngjyrat janë pastel, kemi monokrom, por kemi edhe dizajne që identifikojnë Ted Bakerin. Dhe tek meshkujt gjithashtu nuk mungojnë aksesorët plotësues, këpucë, çanta, portofol e tjerë me radhë. Që dalim nga Ted Baker, ngjitur me këtë dyqan, kemi Kids Around. Kids Around është një multibrand, apo jo? Po, është një multibrand ekskluziv i cili gjendet vetëm në ring. Nga 0 deri në 16 vjeç. Deri në 16 vjeç, është një dyqan, sikurse edhe nga vetë emri, Kids Around, i dedikuar vetëm për fëmijët, i cili ka multibrand dhe është i vetmi në Shqipëri, marka të ndryshme të kategorisë high, por që kanë dizajne, materiale dhe koleksione shumë unike. Megjithatë tani me 1 qershorin që afron, ky dyqan është një ide shumë e mirë për të ardhur, për të gjetur dhuratën perfekte. Sigurisht këto janë veshje më të veçanta për një kategori më të lartë, siç e the. Por mezi presim t'i shohim. Janë brende të ndryshme. Po, sikurse tham, kemi kategori brende të ndryshme, kemi Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld është
Shumë interesant, ja, direkt ky kostumi, unë mendoj për vajzën time. Që shumë shik, shumë shik. Shumë shik, edhe mund t'jetë dhe një kështu mami and daughter, që shumë bukra. Ja dhe këtu. Se cili brand ka një gërshetim të koleksionit për vajza dhe për meshkuj, për djemt. Pra këtu është për djemt. Shumë interesant. Boss është gjithashtu një markë tjetër e Kids Around-it, e cila është totalisht e fokusuar tek djemt. Dhe janë brende të licencuara. Janë brende të licencuara dhe që gjenden ekskluzivisht vetëm në Ring. Wow! Shumë e bukur. Po, për evente të ndryshme për vajzat. Okej. Edhe këtu sikur se mund të shohim, dizajnet janë të jetë unike, fine, minimaliste, por që japin një vlerë të shtuar veshjes nga vetë brendet që përfaqësojnë. Ndërkohë kemi Kenzo. Kenzo, po. Ja dhe Kenzo me këtë fustanin e kuq. Edhe këtu, sikur se tek të rriturit, ruhen të gjitha ato imazhet e secilit brand. Kenzos, i përditshmërisë, shumë lezetshëm. Shumë fin, i bukur. Dhe me sa shoh ka dhe veshje për bebet. Kategoria e bebeve, po, sikur se në vizual fillojnë që ke bebe deri në 16 vjeç, këtu jemi në sektorin. Boss baby këtu. Po, Boss baby për djemt, kemi Timberland, kemi Marc Jacobs, Kenzo gjithashtu. Lem të theksojnë gjithashtu që edhe Kids Around ka krijuar edhe brandin e vet. Po. Kids Around është pikërisht këtu. Tashmë i është shtuar, domethënë, edhe brendi Kids Around që vjen jo vetëm me aksesor, por edhe me veshje. Duke e kompletuar dhe i shtuar akoma më shumë gamën e brendeve që ndodhen tek Kids Around. Janë nga aksesorët shohim këto. Po. Këtu jemi në sektorin e aksesorëve veror. Këto syzet këtu shumë të këndshme, çantat. Veshjet e plazhit, çantat, kapelet. Shumë të bukura këto. Wow. Janë shumë unike, me ato ngjyrat e pastelit, ngjyrat verore. Po. Këtu jemi në tek brendi Billy Blush. Po. Që është një tjetër brendi. Billy Blush, DKNY, për djem. Marc Jacobs gjithashtu. Fucët, Marc Jacobs ka. Pra gjithçka e gjen këtu në brendet të ndryshme. Dhe gjatë ditëve të festës të ditëlindjes së Ringut, Kids Around do të ofrojë deri në 30% ulje në të gjithë dyqanin dhe koleksionin e ri. Dhe një ide shumë e mirë për një dhuratë më të veçantë. Patjetër. Mirë. Shumë bukur. Mirë. Vijojmë tani me katin e 4. 4, që është dhe kati i argëtimit, sepse sikur se në vizuar, në Ring mund kalosh një ditë me familjen, ku përveç shoppingut, aktiviteteve të ndryshme, kemi dhe pjesën e argëtimit edhe të ushqimit. Shkoj me shoj. Këtu tani vim në katin e 4. Në katin e 4, në episodin e kaluar që bëm një speciale për Ring Center, folëm pikërisht për bouldering dhe për karaoken, që është një argëtim i pamas këtu. Bouldering vazhdon të sjellë shumë frurje dhe shumë njerëz. Megjithatë, ka ndryshuar diçka që nga hera e fundit. Po, patjetër. Kati 4 është akoma më i kompletuar, ku përveç se u ha bowling në fund të vitit të kaluar, janë shtuar dhe shumë marka të tjera, siç është Pepsi, Burger Kingu, pjesa e kategorive të ndryshme të ushqimit, dhe kafeterit dhe sidomos pjesa e argëtimit, e Ringlandit dhe kinemas. Pra këtu familja jo vetëm mund të vi për shopping, i gjen të gjitha, por mund të kaloj dhe një ditë, një pasdite shumë të kompletuar. Besoj që fundjavat këtu, edhe kur nuk ka ditëlindje Ringu, janë plot me njerëz. Patjetër, fundjavat, por edhe java gjithashtu, edhe java, sepse Ringu është pozicionuar në një qendër të qytetit dhe pothuajse. Ja vlen ta theksojmë që ne jemi në ditë javë, në kohë dreke dhe prap ka shumë njerëz. Ka të rinj që e preferojnë pjesën, po, patjetër. Edhe ushqimin këtu, edhe Burger Kingun dhe fëmijë edhe të këndi lojrave. Pra është një opcion shumë e mirë për të kaluar sipas ditët, ashtu edhe ditët e javës. Okej, shumë mirë. Kur është më qetë përgjithsisht në këtë kohë? Përgjithsisht periudha e drekës, por
te kati 4 kemi dhe zonën e ushqimit, kështu që themi që është dhe nuk është qetë, sepse vinë klientët e dedikuar për ushqimin. Kush e parapëlqen Hepsin dhe kush pëlqen Burger Kingu? Si Hepsin edhe Burger Kingu ne pëlqen kategoria e të rinjve, por gjithashtu edhe familjet që kanë fëmijë, sepse janë ushqime që preferohen shumë dhe realisht do me thënë frekuentohen nga shumë klientë. Po si që po e thoi edhe duke patur gjimnazin këtu afër, vinë edhe mbas shkollës edhe... Po, vinë dhe frekuentojnë. Qoftë një lojë me bowling apo karaoke, qoftë kineman, pjesën e ushqimit, kështu që ka gjithçka që mund të gjejë në ring. Antonella, të falenderoj shumë për këtë tur që bërë sot për 11 vjetorin, në rastin e 11 vjetorit të ringut. Ju ftoj të gjithëve që të vini, të vizitoni për gjatë kësaj fundjavë, për të qenë pjesë e aktiviteteve, por edhe uljeve të gjitha këtyre gjërave që treguam. I mirëpresim të gjithë klientët. Faleminderit.